Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin e gjithësisë. Mirësitë dhe bekimet e tij dhe mëshira e tij qoftë mbi dashurinë e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allah, Zot, na dhuro dije dobishme, na mundso vepra të mira e na furnizo, o Allah, me furnizim të pastër dhe halal sa të jemi gjallë. O Allah, Zot, na njeh me të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës mbasi ta njohim atë, dhe na njeh me të pavërtetën, me të kotën, dhe na largo prej saj mbasi ta njohim atë. O Allah, Zot, na mëshiro sa jemi gjallë, na mëshiro kur të jemi duke dalë nga kjo botë, na mëshiro në jetën e varrit dhe na mëshiro ditën kur do të dalim përpara Teje, dhe na bëj neve, o Zot, banor të vendit të mëshirës Tënde, dhe na largo, o Zot, prej vendit ku është drejtësia jote, jo mëshira jote. Amin. Do të filloj me shpresën e Zotit me pyetjet të cilat I kemi të ardhura. Thot: a lejohet që ta ndalosh fëmin nga martesa në rastin kur është dorë tjetër ose racë tjetër? Normalisht kjo është një pyetje që ne ja kemi dhënë përgjigjen dhe herë të tjera, dhe kemi thënë ne, dhe e ka thënë këtë gjë përpara nesh Allahu në Kur'an, dhe e ka thënë këtë gjë përpara nesh Muhamedi a.s. se Zoti I Madh nuk I vlerëson njerëzit në saj të paraqitjes tyre, as të racës dhe as të ngjyrës që kanë. Ja ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. O njerëz, ju kemi krijuar nga njëri I vetëm, Ademi a.s. E prej tij krijum bijt e tij e I bëm popull e fise që të dini si të prezantoheni me njëri tjetrin. Më I mirë te Zoti është ai që është më I devotshëm. Po të ishin gjithë I racë, gjithë I soi, si do të prezantoheshin njerëzit? Allahu I ka bërë gjithë njerëzit sa të ngjashëm dhe unik, sa të ngjashëm dhe të ndryshëm. Dhe kështu njerëzit prezantohen, thjesht për të prezantuar, as për të lavdëruar, as për të mbajt, as për të mburr, as për të kurr. Që ndalimi I fëmijës nga martesa me pretekstin se ai që kërkon vajzën është dorë tjetër, racë tjetër, apo e kundërta, qoftë, si më thënë, nga krahu I djalit apo nga krahu I vajzës pengesa, sepse është pengesa nga dyja krahët hasim, çfarë nuk dëgjojmë. Normalisht kjo ka të bëjë me një ignorancë ekstreme. Muezini I pejgamberit a.s. ka qenë Bilal el-Habeshi, Bilali nga Abisinia. Dhe historinë e sahabiut nderuar Xhulejbibit e dim gjithë. Dhe historinë e Selman el-Farisiut e dim të gjithë. Dhe historinë e Suhejb Romiut ose Bizantinasit e dim të gjithë. Gjë që tregon që në fenë e Zotit nuk ka privilegj, nuk ka përparësi, asnjë lloj race nga një racë tjetër, asnjë lloj, le të themi, nacionaliteti apo kombësie. Më I miri te Allahu është ai që është më I devotshëm. Ky është parametri që Zoti ka vendosur për njerëzit. Kjo është peshorja që Allahu ka vendosur për njerëzit. Në momentin që fillon dhe prindi sheh dorën, kush nuk e kupton fjalën dorë, nuk kupton ngjyrën, është ngjyrë tjetër. Kemi ekstremizmin në këtë pikë nga të dyja krahët.
kemi nga këta që janë më të bardhë edhe nuk pranojnë dorën e zezë, po kemi edhe këta që janë, le të themi, esmer apo dorë e zezë që nuk pranojnë gjallë botë rastën e bardhë bëhet nomi. Të dyja rastet janë xahilijet, ignorancë. Nëse ju vjen dikush që pëlqeni fenë e tij dhe besimin e tij, edukatën dhe sjelljen e tij, mos e refuzoni. Kjo është peshorja profetike mbi njeriu. Pasha Zotin, unë di për veten time, ndoshta më shumë si 100 sa raste, unë personalisht di që janë martu, siç thuhet pra, siç ka thonë dhe pyetësit, duar të ndryshme, raca të ndryshme, vallahi bilaj janë më të lumturit. Ja kalojnë si mos më mirë. Vallahi bilaj. Po ç'dalin ca fëmijë të bukur me sy jeshil e me sy blu, thotë si kur i kanë qelçurinë asyt, mashallah, i ka falë Zotit atij. Ku ka kombinim më të bukur. Kështu që Zoti na ruaj për ignorantëve. E të bësh përngesë për vajzën tate, e ti shuish ëndrrën e saj për një djalë të mirë, besimtar, pse është dorë tjetër, apo djalit për një vajzë e cila vetëm se është dorë tjetër, ti thot prindi, fëmis, zgjidh o neve o atë, kjo quhet ignorancë. Kjo quhet histori shqiptare që ndodh vetëm në Shqipëri, apo në këtë zonë në Ballkanit, ku ignoranca është ignorancë ekstreme. Mosnjohja e Zotit, e fesë dhe besimit është në normativa të frikshme dhe dëgjojmë fatkeqësisht kështu muhabetesh. Muhabete e po dora, e po raca, e po nga veriu, e po nga jugu, e po a është Shqipnia mesme, apo nuk është Shqipnia me, kështu muhabetesh. Ndërkohë që s'janë këto parametra. Më i miri te Allahu është ai që është më i devotshëm. Ky është parametri kuranor dhe ky është kufini që Zoti ka vënë punës. Alhamdulillah. Yehdikum Allah subhanahu. Jemi njohur me një vajzë, thot pyetja tjetër, sot që ka nxehtë situata, pas kanë filluar të gjithë me problematika. Thot jam njohur me një vajzë dhe njohja ka shkuar shumë mirë dhe ne e pëlqejmë njëri tjetrin dhe ndjejmë për njëri tjetrin. Mirë, po na ka dalë problem familja. Hajde të shohim çfarë thot kjo familja numër 2 për sot. Thot nuk pranojnë për shkak të moshës. Nga që mosha është e madhe, mosha e djalit. Ky është një problem tjetër që ne e hasim, ne si hoxhallar me fjalë, kur trajtojmë tematika të tilla, që prindi sikur po martohet për vete, jo sikur po martohet fëmia i tij. Sikur po martohet ai, ndërkohë që po martohet e bija e tij apo po martohet djali i tij. O njerëz, a e kuptoni se çfarë po bëhet rreth e përqark apo jo? A e kuptoni ku ka shku njerëzimi apo jo? A e kuptoni ku ka shku rinia apo jo? Unë kam thënë dhe në hutbë xhumaje, o njerëz, nëse merrni vesh, nëse puna shkon tek fëmijët tuaj që martohet dhe duhet një djalë me një vajzë apo vajza me një djalë, pra me kuptimin brenda kufive të shariatit, jo duke bërë harame. Prindi duhet të jetë prindi më i lumtur në botë. Prindi duhet të jetë prindi më i lumtur në botë, se çfarë nuk po dëgjojmë e çfarë nuk po na dëgjojnë veshët. Si mund ta orientosh ti fëmin tat të dojë dhe të lidhet me një person që nuk e don? Si mund të gjesh ti arsye që nuk ekzistojnë në librin e Zotit apo në sunetin e pejgamberit alayhis salatu selam? Jeta e pejgamberit sa i ka të dyja ekstremet e kësaj gjëje. Është martuar me Khadixhen dhe Khadixha ka qenë 15 vjet më e madhe. Khadixha më e madhe se pejgamberi alayhis salam. Dhe është martuar me Aishën dhe diferenca ka qenë shumë e madhe. E nuk e qortoi askush, të njëjtën gjë ka bërë Abu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, radiallahu ta'ala anhum.
Nuk i ka qortuar kush, as nuk është përmend kjo si mangësi. Pse? Sepse njerëzit kanë pas një kriter tjetër për vlerësimin e njerëzve, për kushtimin ndaj Zotit. Në momentin që është për kushtimin ndaj Zotit dhe ata dy të rinjt duan njëri tjetrin, elhamdulillah. Po çfarë ka mund si fëmijë që ti si prind, çfarë ka mund po tamam si fëmijë që si ti si prind ke kalu trauma, ku e diun çfarë traumash mund të ketë kaluar ti në jetë, edhe tani e shkarkon traumat e tuaja mbi jetën time, do të bësh ligjin në jetën time dhe në zgjedhjen time. Kjo gjithçka mund të jetë, po fe dhe besim nuk mund të jetë. Islam nuk mund të jetë. Dhe ne këtë e kemi si problem shumë të madh në kohën që jetojmë. Musliman pa islam, musliman pa rregulla islame, musliman pa edukat islame, prindër musliman pa islam dhe pa edukat islame. Nëse ti thu, po vajza ime është lidh me njëri të shthurur dhe unë e di që ky njeri ka 1, 2, 3, 4, 5, 15 probleme dhe unë si prind kur nuk ja valla ligun, është çështje tjetër. Nëse ti nuk ke asnjë lloj ceni, kur i thon, asnjë lloj pike ku të kapesh dhe thu mosha, është xahiliet, ignorancë ka emrin kjo. Siç i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Abu Dharrit radiallahu ta'ala anhu, innaka mru'un fika jahiliye, tha akoma je jahil, akoma ke jahiliet, akoma je ignorant. Ky ishte musliman, kishte Abu Dharri radiallahu ta'ala anhu, kur i shton kjo fjalë, ka pas radiallahu ta'ala anhu, ndoshta afërsisht 18 vjet musliman nxënës si pejgamberit alayhis salam. Pse? Se foli një fjalë që s'duhet ta thoshte. Kush jeti që ndryll ndjenjen e fëmijës tat? Kush jeti me çfarë drejte? Me çfarë Kurani? Me çfarë hadithi? Ndërhyn. Përderisa ata duan njëri tjetrin, përderisa çdo gjë është brenda hallallit, brenda të lejuars dhe nuk ka as diçka që është e papranueshme, në momentin që ndërhyn o baba ose o nën, ose kushdo qoftë, se mund të jetë vllai në herë bën rolin. Po qesh unë gjallë zbot, kush jeti mëre? Që thu po qeti gjallë. Po qe kështu vllai kur mos qofsh. Po qe kështu vllai ti që ndërhyn ndjenjat e motrës tate, kur mos qofsh. Kur mos patshim për vlla. Me çfarë drejte? Kur ka arsye, kur ka shkaqe, bravo i qoftë. Të ndaloje, bravo i qoftë. Kushdo qoftë ai që bëhet pengesë. E kur nuk ka arsye dhe gjen arsye të tilla, siç ishte rasti përpara, dorë tjetër, siç ishte rasti i dytë, mosha. Subhanallah. Unë nuk e di, domethënë. Unë nuk e di pse këta njerëz sillen në këtë formë. Po unë mendoj se shkaku kryesor është traumat e tyre. Prindërit kanë mësuar traumat saktuara në jetë dhe nuk kanë vend ku t'i shkaktojnë këto trauma vetëm se duke ushtruar dhunë psiqike ndaj fëmijëve të tyre. Kështu që përfitojmë nga rasti t'i këshillojmë, friksojeni Zotit dhe mos lozni me fëmijët tuaj. Mos lozni me fëmijët tuaj dhe lejeni që të bëjnë zgjedhjen e tyre ashtu siç duhet. Ju keni drejt kontrolloni këtë pjesën e përkushtimit dhe shturjes. Po. Prindi, vllai, daja, xhaja, kushdo qoftë ka drejt ta kontrollojë këtë pjesë. Nëse e fakton, nëse ka argumenta, bravo i qoftë, halal. E nëse nuk ka fakte dhe argumentet, ti friksohen Zotit, ta qepin gojen, e pse na bëjnë kështu pazar, se s'ka dalë goca në pazar, apo çunin në pazar, që po e dhan lejen ata pronarët, shitet dhe blehet, e po si pëlqeu pazari pronarëve, nuk shitet dhe nuk blehet. Ka ikë mo ajo kohë kur shitej femra me lek dhe me pare, sikur me qenë pazar. Ka ikë ajo kohë, nuk kemi mo në atë kohë. Atë kohë dhe këtë lloj sjellje dhe edukate, pejgamberi sa e ka flak në koshin e mbeturinave para 15 shekujsh. O pejgamberi i Zotit tha, më ka martu baba me njëri që se du, ose pa më pyet mu.
I tha, ke drejt mos ta vazhdosh. Ke drejt mos ta pranosh. Dhe tha vajza, nuk dua, tha, se pranoj. Tha pejgamberi sa nuk vlen nikahu. Nuk vlen kurora e lidhur. Kurora është e pavlefshme. Pastaj erdhi vajza te pejgamberi sa tha, pejgamberi i Zotit, dua djalin. Tha pejgamberi sa martohu me të. Pastaj e pyeti, tha, pse e bëre këtë gjë? Tha pejgamberi i Zotit, e bëra, tha, në mënyrë që prindrit mos të ndërhyjnë. Mos sillen në këtë formë. Bravo. Para 15 shekush ky muhabet o vëllezër. Para 15 shekush kur femra trashëgohej si plaçk në trashëgimin e burrit. Pra kur ndaj pasunia e burrit, ky merr kaq edhe kaq se ka edhe gruan e burrit. Sikur ti më qenë plaçk trashëgimie. Kur groposej fëmia pse ishte vajzë. Goc, futen dhe. Vjen Islami me këto standarde të pa imagjinueshme për kohën. Për atë kohë. Tha pejgamberi i Zotit i erdhi dhe i tha pejgamberi i Zotit, tha, jam feju, tha, me një ensari. Tha, a e ke pa para 15 shekush o vëllezër. Deri para 100 vjeç ka ndodhur në Ballkan. Mos me thonë edhe sot ndoshta në disa zona e shef nusja për herë të parë dhondrin natën e martesës. Ose e shef dhondrin nusën për herë të parë natën e martesës. Kurse para 15 shekush, pejgamberi sa mi thot, çfarë i tha? Shihe ke syt mirë se ensarët kanë njollë në sy të bardhë. A ka njëri që s'ka njollë të bardhë në sy? Po çfarë ishte qëllimi i pejgamberit alayhis salam? Cili ishte qëllimi? Domethënë, këshyre mirë, shihe mirë. Me kuptimin ai që i thon sot në gjuhën tonë, gjuhën bashkohore moderniste, përputheni, shifuni mirë me njëri tjetrin. Uluni me njëri tjetrin, bisedoni me njëri tjetrin. Para 15 shekush o vëllezër se të flitet në këtë gjuhë sot është normalitet, po para 15 shekush ishte dalje nga trendi, ishte çudi e madhe. Po kjo pra është feja e Zotit. Ajo që vjen prej Zotit është normale, është e logjikshme, është si uji, është si drita, është si ajri. Kur futet pastaj babai dhe mamaja për të bërë zgjedhjen e duhur për fëmijën e tyre, se s'është raca jon, apo s'është zona jon, apo s'është krahina jon, apo e ka moshën apo s'e ka moshën, pastaj si do të kaloj kjo jetë mes këtij çifti, si do ta kalojnë jetën këta njerëz. Ndërkohë që mungojnë ndjenjat. E Allahu tha në Kur'an, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Dashuri, dhimbshuri dhe prehje e qetësi. Tani futet prindi me buldozer edhe e kput pemën e parë të jetës bashkëshortore që është ndjesia, dashuria. Allahu mstan, Zoti na ruaj. E kemi një sot me pyetje të bukura. Thot pyetja tjetër, fëmia e vogël që nuk e ka mbushur vitin, a bën që t'ia presim thojt apo jo? Kupton ti me alon thojt fëmis i vit pa prej apo jo? I bëhen thojt si shqiponj. Pralla shqiptare, quhen këto, ose histori shqiptare, për cilat nuk ka argument nga feja e Zotit, përkundrazi, sa më shpesh në kohën e duhur, aq më mirë dhe aq më higjienike. Një motër muslimane që cila thoshte shahadetin shumë shpesh ka 2 javë që ka ndruar jetë dhe nuk ju është falë xhenazja, mund t'ia falim ne kaq vonë xhenazën? Po. Nëse një personi nuk ju është falë xhenazja, i falet xhenazja në çdo kohë që është e mundur. Në çdo kohë që është e mundur t'i falet, vetëm se duhet me shku tek varri. Duhet me shku tek varri i personit që ka ndruar jetë. Nëse nuk dihet varri, atëherë mund t'i falet në mungesë në xhami. Çfarë pyetësh? Sot qera e veçantë sot nata sonme. Thot, dua të mbjell disa rrënjë shejk, thot, dhe më kanë thënë që nëse
nëse i mbjell, kur të bëhet rënja e shejkës, sa qafa jote do të vdesësh. Ai zotin. Ka e kanë gjetur, sa bukur e kanë sajur. Kështu që është prallë, është histori shqiptare edhe kjo, kështu që mos e vrit me një mill shejk sa dush, se s'ka lidhje fare trashësia e trungut të shejkës me trungun e qafës tate, mos e vrit me një se ymri është në dorë të Zotit dhe jo, ej Zoti më, po këto ta heqin trunin edhe për Zotin, Zot më fal. A të shohim këto dy pyetje të shkujt nëse inshallah ka në gjë e mendshme këtu. Që ka pyetje për bidat çit. S'ka më, nuk ka xhamoti mendshëm shumë. Në rast vdekje të një djalit dajes në nxjerrje kufomësh ke pragu i shtëpisë, ka mbajtur kufomën nga ana e kokës dhe dajallarët e tij më kanë bërë përgojime. Në rast vdekje të një djalit dajes në nxjerrje të kufomës nga pragu i shtëpisë, kam mbajtur kufomën nga ana e kokës dhe dajallarët me dhe ka bëky dhe dajallarët e tij më kanë bërë përgojime dhe fjalime. A ka në gjë të keqe për mu pse e kom bërë këtë punë? Jo më vëlla, jo, s'ka si gjë të keqe, ti ke marrë sevap tek Allahu, tek Zoti i gjithësisë. Ti je në rregull me Zotin e gjithësisë, je në rregull. Po këto historitë s'marohen kur, këto prallat s'marohen kur, këto fallet s'marohen kur. Unë mendoj dhe inshallah mendoj që të bëjmë një komision për t'i mbledh këto fallet, këto besytnit, dhe unë besoj që të të marrim si popull çmimin Nobel. Nuk ka popull në botë që na e merr kjo pjesë. S'ka, nuk ka, edhe ke thojt e fëmis. Nuk ka më, ke trungu shejkës. Ka kap xhenazën nga koka. Kupton ti, po ku ta kapi xhenazën? Nga ta kapi, po se kapi ka krau kokës. Ta kapi nga vesht. Nuk bëhen, ca njerëz nuk bëhen. Çfarë është xhamati takbil? Takbil i thon? Apo teblik? Më shumë lexoj pyetjet, mos e sill gjitha pyetjet. Doja një këshill thot nga ju nëse është e mundur. Më burrin kemi blerë një shtëpi dhe po e restaurojmë. Dhe në fund të muajit inshallah taala duam të shkojmë të banojmë. Mashallah. Thonën që kur do të shkosh të banojsh në shtëpi, duhet të fusësh barë të njom, lek, oriz, sheqer dhe ca gjëra të tjera që i kemi ne poshtë pllakave ose poshtë parketit. Edhe duhet me hy me hon të re, Mirë po, unë më thënë drejtë më thotë dyshoj në këto gjëra, prandaj desha të pyes. Ore, jenë rregull ti që pyet, Allah të shpërbleft. Po në pasha Allah, unë këto nuk kisha një në jerë. Për këte punën e honës e honës vjetër, e kisha një që du të me hy me honë të re. Po këtë muhabetin e barit, orizit, sheqerit dhe lekut, se kisha një në jerë. E po se janë gjethet e rushit. Vën gjethet e rushit. Edhe kjo është paganizm, Allah unë arrujt, besutni shqiptare, do më thonë, s'kina që me bënë nuk. Do të mundohemi inshallah sa të jemi gjallë që t'i sqarojmë këto gjëra, po më duket se jemi shumë të dobët, janë ekstrem shumë, janë shumë. Thirrja e fëmijës mbasi nusja hyp në kerr, duhet që një fëmijë djalë ta thret emrin e saj 3 herë, derisa ajo ta dëgjojë, sepse nëse nuk e bën këtë, fëmia e saj deli shurdhër. E gomarlik. Çfarë është kjo në Islam? Gomarlik. Kjo në Islam është gomarlik. Gomarlik i trashëguar. Nusja duhet i lyejë durt me shërbet dhe të prek derën e shtëpisë që t'i shkojë mbar jeta si shërbeti. Gomarlik tjetër.
Se ekziston në fenë e Allahut kjo gjë. Besytni, shirk. Nusja të fus në gojë pare dhe atë ta hedhi tek ndonjë rrek që t'i eci pasuria. Shirk, prap, gomarlik. Nusja të ndoj në këpuc, të vendosi në këpuc pare, që një fëmijë djalë t'ja heqi që ajo të bëj djalë. Gomarlik, prap. Ti hedhin nusës oriz në kokë dhe i oriz të bjeri në tokë dhe ajo ta shkeli. Këtu kemi dy probleme. Një, gomarlikun, shirkun, dhe dy, kemi shpërdorimin e orizit. Shkeljen me kom të orizit. S'lejohet, haram në islam. Nusja të këpusi i perin e kush që i lidhet në krash që mos ta rrok ndonjë mësysh, kushta që i lidhet pe i kush i herë. Shirku i parë. Shirku i dytë, ajo do ta këpusi, atë nuk do t'ja këpusi në tjetër. Pra 2 in 1. 2 shirqe në një akt. Ose 2 gomarliqe në një akt. Ta shohim vjerën me unaz fejese. Prap, është pjesë e seksionit më përparshëm. Selam, thot. Me selam, mashallah. Kam një pyetje thon ditën e varrimit në nënës, atë ditë ra shumë shi dhe tjetra, hoxh thot ishte rrugës, tu ardh për të varros xhenazën, hoxhës i prishet kerri. A ka ne domethënie? Po, duhet me ble hoxhës kerr 3. Ju ka prish pra kerri hoxhës, do të me rregullu. Përveç çka keni taks me i dhon për xhenazën, merrni dhiçi me makinën e hoxhës. Kurse kështu punë xheneti xhenemi s'ka lidhje fare. Robi mirë, robi keq me u prish kerri, me që u prish kerri, s'ka lidhje fare. Sot e pas kemi kështu sot e pas kemi. Unë jam muslimane, por e kam një shok që është turk dhe ai thot jam musliman, por në xhami, pra në xhami nuk po u falshin, por u falshin nëpër shtëpia thot. Dhe thot se kur të vdesin, masi ta mbulojnë me dhe xhenazën, pra xhenazën, dhezin, ndezin, zjarr mbi varr. Tani thot, unë se kuptoj ky çfarë është. Vallai asu nuk e kuptoj çfarë është. Në xhami jo. I fusin zjarrin varrit. Do të jetë nga këto hohut. Por që s'ka lidhje me islamin ton, nuk ka lidhje me islamin ton, kështu që larg këtyre njerëzve se të bëjnë si vetja. Një afër më është drejtuar tek një hoxh për disa probleme që kanë pasur fëmijët kohët e fundit, ndërkohë që tregonte situatën, hoxha mbante përpara Kur'anin. Ky të fol hoxha me Kur'an përpara. Në ato momente hoxha e ka pyetur nëse në familje kohët e fundit ka ndodhur një aksident tek njëri nga fëmijët dhe nëse kanë pasur humbje fëmijë kohët e fundit, pra këto hoxha i ka gjetë pa i fol personin. Ec aty. Hoxha pretendon se probleme familjare ka ndodhur për shkak të përgojimit dhe pretendon se fëmijët të kësaj familje i kanë hedhur dhe varrezash me qëllim që djalit t'i bllokohet fati. Më pas i kanë dhënë ujë të kënduar me sure për t'i largur rrobat të krevatin. A është e vërtet që një hoxh të ketë dhunti të tilla? Po. Nëse është me xhin, nëse e kanë zaptu xhint, ka dhunti të tilla hoxha, gjen kështu muhabetesh. Nëse e kanë pushtu xhint. Se t'ishte njëri normal nuk gjen kështu muhabetesh. Njeriu normal, besimtari i vërtet, nuk gjen gjëra pa i fol personi. Ndërsa këta që janë me xhin, punojnë me xhin, të zaptuar nga xhin, këto t'i gjejnë gjitha tak mos foleshti, tak do të tek. Edhe xhahilat, si i gjetit gjitha, si i gje me Zotin e direkt. E njoftoj Zotin direkt. Ignorancë e pa parë. Allahu na ruaj. Kështu që larg këtij hoxhe, se ky mbet se me t'i qit xhint, t'i fut me ushtri, t'i fut me taborre.
Në punën ku punoj, thot për shumë vitesh një talim kanë lënë që të organizoj punën dhe të ndjek problemet që ndodhin në punë, por nganjëherë ka persona që krijojnë probleme dhe je detyruar të njoftosh shefin për të zgjidhur. Mirë, po kam hallë se mos quhem spion që e bëj këtë punë. Jo, më vëlla, është punë kjo, është detyrë, është përgjegjësi. Ti po nuk njoftove shefin që të zgjidhet problemi, e të merren masa, ti quhesh tradhtar. Spion është mohabet kalamajsh, naqush. Kalamajt thonë është spionove, nuk është spionlik, është përgjegjësi për para Zotit. Qofse nuk zgjidhet problemi dhe nuk njoftohet i pari i punës për problematikën ti quhesh tradhtar dhe leku që çon shtëpi është haram për atë ditë ose për atë pjesë. Se ti je përgjegjësi, qofse nuk njofton ti, qofse nuk jep ti zgjidhjen muhabetit, qofse nuk. Kështu që jo, o merret detyrën përsipër, se merr rrogë më të madhe se je përgjegjës, që do të thotë duhet të kesh linjë dhe kontakt të drejt për drejt me shefin e madh për çdo gjë që ndodh. Kështu që nuk është spionlik, po është emanet. Nga besimi i madh që kam te krijuesi i gjithësisë dhe adhurimi i madh që kam për të, shpesh herë mundohem të parafytyroj se si mund të do të dukej krijuesi jon. A bëj mëkat për këtë, padyshim për gjunave më të mëdha që bën njeriu. Edhe kur flet në këtë gjuhë, kam besim të madh, adhuroj shumë. Njeriu nuk ka pse të tregoj punët e veta. Pyetja mund të ishte shumë e thjeshtë. A lejo që ta imagjinojmë Zotin? Ose të mendojmë se si mund të jetë Zoti? Dhe përgjigjja do të ishte shumë e thjeshtë. Jo, nuk lejohet. Sido që ta mendosh Zotin, nuk është ashtu siç e mendon ti. Lejse kemithlihi shay, nuk ka të ngjashëm me të. Është i paimagjinueshëm Allahu nga mendjet e njerëzve. La tudrikuhul absar, mendjet dhe njohurit dhe dijet njerëzore nuk e arrin dot Allahun. Kështu që ne besojmë Zotin me ato, le të themi, terma gjuhësor që na ka njoftuar neve Allahu. Asgjë më shumë. Nuk na lejohet as ta imagjinojmë, as ta përfitojmë, sepse nuk ka shembull, nuk ka të ngjashëm, nuk ka të krahasueshëm. Është jashtë parametrit të perceptimit dhe energjisë dhe fuqisë që ka njeriu për të perceptuar gjërat. Është jashtë. Unë do t'jap një shembull më të thjeshtë. Shpirti, si është shpirti? Se imagjinon dot apo jo? Si janë me lajket? Si imagjinon dot me lajket? Xhin, si janë? Si imagjinon dot? Pemët e xhenetit si janë? Si imagjinon dot? Megjithëse janë krijesa në fund fare, po Zoti, krijuesi i gjithçkaje, është i paimagjinueshëm. Për këtë arsye, ti thon këtu që adhuroj shumë me kështu, po duhet mësosh o vëlla, duhet mësosh se kjo është një nga gjërat më elementare që mëson një besimtar. Nuk lejohet të imagjinohet Zoti, nuk mund të imagjinohet Zoti. Është prej mësimeve të katërta që merren në besimin në Zot. Pra merr në fillim ekzistenca e Zotit ku dëgjon e tjerë, ai adhurohet, duhet adhuruar, një dhe i vetëm në veprat e tij, një i vetëm në veprat e robëve të tij, pastaj vjen kjo pika e katërt. Kështu që mos u lodh shumë të bëj adhurime, po mëso. Ule kokën në dituri. Se po na thu që adhuroj shumë, e bëj kështu shumë. Dhe ke bë grop, aty ke shtëpia Turan sejdë. Në rrjetet sociale qarkullon një lajm që thuhet se kinse gjoja, kështu e përkthyer nga në krau jon, vendi i Shejt Qabja vitin tjetër do të jetë pa pagesë. Kupton ti çfarë bën njerëzit apo jo? Edhe na morin neve kohën këtu. Larg budallëjve se ju bëjnë si vetja, edhe bëhen më budallëj se budallëjt. Se vazhdova pyetjen, se vazhdon. Kam një hall, nuk e di a duhet treguar gruas nëse je takuar me një vajzë tjetër me të cilën ke qenë në lidhje më herët, por takimi ka ndodhur gjatë kohës kur ke qenë i fejuar me këtë gruan, pra që je tani. A mos quhet kjo tradhti
Pavarësisht se jam shumë penduar përpara Allahut dhe më shumë që e kam bërë këtë gjë. Mirë, unë qëllimisht po e lexoj këtë pyetje dhe po them o vëllezën. Në jetën bashkëtorë nuk është mirë të thuhet çdo gjë. Për shembull, ja një rast i tillë. Pse duhet tani kur shkosh ke shtëpia të tregojsh? Si gjë se u takova me ishin. Për çfarë? Për çfarë mbjell mina në shtëpi? Me tregu që i duron apo nuk duron minat, po plasën. Apo me bë provë, plasin s'plasin. Ke parasysh? Atë lulen me pelte, me do, ti hudh minat në shtëpi dhe thu plasin s'plasin. Hajt, hidhesh. Për çka ke më shpirt? Takova ishin. E ke taku Zotit falt, Allahu tu zoft ke bo gabim, përdesa ke qenë i lidh me këtë që ke tani, nuk do ta kisha takuar as ishin, as pishin, as tishin, as njonin. E ke taku Zotit falt, Zoti tu zoft. Mylle. S'ka nevojë, ky është një gabim. Edhe gabime tjera që mund të bëj, kushdo qoftë burri, qoftë gruaja, nuk është kusht me i tregu të gjitha gabimet. Po më duket sikur pa e tradhtoj mirë, pa tregoj edhe i ke babi. Ose i ke gruaja ke babi, kur ti tregojsh ti. Bëhet qameti. Kot. Apo kemi dhënë besën një tjetër që të jemi sinqert. Pas nuk e prish kjo sinqeriteti, nuk ka lidhje. Ky quhet budallallik. Ky quhet budallallik, ti ke boj budallallik? Ata ka mbulu Zoti, po. Ose për hap. Këta quhen xahila. Dikush di gabimtatin dhe ua tregon tjerëve. Ky quhet xahil. Por pra kuptova se kemi pyetje për të bërë. Kemi pyetje të tjera për të bërë. Kuptu pyetja. Xahila. Ka thënë Zoti në Kur'an? Ka thënë Zoti në Kur'an, "Wa idha khatabahumul jahilun qalu salama." Nëse ju flasin atyre ignorantët, xahilat, thon, "Paqja qoftë mbi ju." Ç'ti bësh xahilit valla? Ai ta di gabim edhe e përhapësh për nda ç'ti bësh xhahilit. Leje. Absolutisht po. Quhet përgojim, o vllaz, quhet përshpëritje, se përshpëritje është fjalë e bukur shumë, përshpëriste ai. Është përgojim. Kush flet për një gabim të një vllajt vet, është përgojim, është gjuna për gjunave të mëdha. Kush e vën loj dikë për një gjuna që ka bër, ose kush ja përhap dikujt një gjuna, Allahu xhalla xhelaluhu e sprovon këtë njeri. Në përgjithësi ka ndodhur shumë, nuk është se ka hadith kështu, s'ka hadith. Ai që thot ka hadith nuk është e vërtet, po ka ndodhur kështu në përgjithësi. Kush e ka vënë loj dikë për një gjuna, ja ka prur Zoti jetën në atë formë, ka rënë atë që dikë e ka ignoruar për hir të një gjunahu. Çfarë duhet bëjmë? Sabër. Po këta vetëm se japin sevape dhe shpërblime dhe morin gjunahe. Allahu na ruaj. Kisha një pyetje në lidhje me nikahun, a lejohet që të bëhet nikahu gjatë muajit të Ramazanit apo duhet të pritet që të mbarojë? Lejohet, nuk ka asnjë problemi, po jo gjatë agjërimit, mas iftarit. Çel iftarin, nikahun, atë notë ta hapun leje mos i fal taravit. Kënaqu atë notë fali taravit para sabahut, atë notë inshallah. A është e lejuar të falësh në dhomën e gjumit? Kërkova faktikisht për këtë çështje, po nuk gjeta në internet. Tamam, në burimin e duhur ke kërkuar në internet. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. Fetarisht nuk përbën asnjë lloj problemi. Në shtëpi kemi një ambazhur me 7 yje dhe na thanë që këto objektet me 7 simbolizojnë fe të tjera. A është kjo e vërtet dhe a mund ta përdorim këtë ambazhur? Larg budallëve, se ju bëjnë si vetja.
Përkundër e kemi ne 7 nëse ka njëri. 7 palqie, 7 paltoka, 7 herë tawafi, 7 herë saji, 7 herë gjuhë ngurt. O ka popull të lidhur me 7, siç e mi lidh ne s'ka njëri. Këto është shkencëtarët, është simboli një feje tjetër, ai zoti. Po çfarë të bëj? Ma jep mua atë ambazhurin, se ty nuk të lejohet. Se unë do t'ja heq njonin, do t'a bëj me 6. Do t'a bëj synet. A mund t'japim mes çorapeve që nuk mbulojnë kyçin e këmbës? Xhumhuri, 4 mëdhëbet thonë jo, duhet të jetë patjetër sipër. Pra, nyja sipër. Po ka dhe një mendim që thotë nuk është kriter, do është mbështet në hadithin e sandaleve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me qenë më i qetë, jo. Një ndjek thotë etj, pastaj jam ndarë nga burri 7 vite, mirë po nikahun me hoxh nuk e kemi prish. Cili është gjykimi? Përderisa ju jeni nda, nuk ekziston në Islam prishja e nikahut ke hoxha, nuk ekziston. Pra përderisa ju jeni nda ka 7 vjet, ka marrë funa i mohabet. Mos e vritni mendjen, Zoti ju alet soft jetën. Na ka vdek vjeri këto ditë dhe bën 1 muaj. Burri elhamdulillah falet dhe çdo gjë gjatë varrimit e ka bërë siç duhet, sipas Kur'anit dhe Sunetit. As nuk ka lënë që njerëzit ta qajnë me fjalë, e ka varrosur me qefin parki vol, mashallah. Mirë po, familjarët kanë bërë shumë debate për këtë gjë, xhaxhallarët, hallat, tezet, kushërit. Tani problemi na ka lind tek 40 ditë, që ata këmbgulin thot për 40 ditë dhe burri nuk dëgjon. Ato thonë do të shtrojmë një drek për shpirt babës. Dërsa burri thot jo, ditën e 40, çdo ditë tjetër, po jo fiks ditën e 40. E rëndësishme, kjo është një sprov që e vujmë ne besimtarë që mundohemi t'i përmbahemi rregullave. Ja, na dalin shumë muhabetësh, jo po 52-at, jo po 40-at, jo po. Çfarë duhet bëjë në këtë rast? Në këtë rast vendimin e merr djali dhe thot, nuk ka, po duam bëjmë ne, bismillah, ta bëjnë Allah, mos i pengon njerëzit. Do me bë 40-at e babës xhaxhallarët, le ta bëjnë Allah. Do me bë tezet për mamin, me dajat, le ta bëjnë Allah. Çfarë halli ke burrë të? Le ta bëjnë. Ti thu, unë nuk e bëj, doni me e bë, Zoti ja le të soft. Me Islam nuk lejohet. Maro historia kaq. Pse duhet të ketë debate, duhet të ketë zënga, në fund fare për çfarë, për i drek apo për i dark. Kam një pyetje për motrën time se thot Kur'anin e kanë shpik njerëzit. A bija janë mëkat për këtë gjë? Mëkate, motra jote me këtë fjalë që thot bën një gabim shumë të madh, se Zoti thot Kur'anin e kam pru unë, me Kur'anin kam fol unë e kam zbrit dhe unë do ta ruaj deri në ditë kiametit. Që motra jote bën mëkat, po fiskon nga feja e Allahut. A kupton fjalën fiskim? E jo? Çfarë do thot fiskim? Ha? Ja. Pse më zhgënjen ajo? Shohim çunën e Gens Plumit. Çfarë do thot fiskim? Fiskim. Ha, çuni Ahmet elektricistit. Nga herë unë shpik ca fjalë kështu në gjuhën shqipe dhe këtë e kam shpik tani direkt. Çfarë do thot? Fiska, ke parasysh kur merr Plumi fisko? Po nuk do ta them fiskon. Në rregull. Kështu që motra jote me këtë fjalë që ka thonë, në radhë parë ka Ej Zot na fal, o Zot. A ka bën mëkat thot. Në radhë parë tha, ke nderu vetën tate. Kështu që Zoti e falt, këshilloje që të pendohet tek Allahu, sinqerisht, sepse kjo fjalë e nxjerr njeriu në fiasko nga feja e Allahut, e fiskon nga feja e Allahut, e qit prej feje. Kështu që jo ka bë mëkat, po i ka thonë vetes vet jam qafire. Çfarë mëkati tu? Mëkat
ta puthsh mballë mëkatin përballë kësaj fjale. Çdo lloj mëkati, menon mëkatin më të keq që mund të bëjë njeriu. Përballë kësaj fjale është për ta puthur mballë. Pse? Asnjë mëkat nuk e nxjerr njeriun prej feje, kjo fjalë e nxjerr njeriun prej feje, e bën qafir. Ska. Do të bëhen inshallah këta njerëz. Jam një djalë musliman që praktoj islamin prej vitesh, ka dash Zoti, jam në profesion të mirë dhe në ekonomi të mirë. Pëlqej një vajzë muslimane me shami dhe ajo ka pëlqim ndaj meje dhe duam të jemi bashkë, por familja e saj nuk pranon. Vetëm problem që kanë, pasi nuk kërkova dorën e vajzës, është se mosha. E kemi trajtuar këtë pyetje në fillim fare, pra rast i përsëritur, rast i dytë. Thot diferenca mes nesh është thot, me thon drejtën e hosh thot, është pak e madhe thot, pasi unë jam 35 dhe vajza është 18. A bëj unë gabim faktikisht fetarisht që kam ndjesi për këtë vajzë dhe kjo për mua? Jo më vëllai, jeni në rregull. Jo jeni mashallah. Problemin e kemi këto. Që agallart, të bejlerët. Po përderisa ju jeni në rregull me fenë e Zotit, e inshallah nuk keni probleme në fe dhe në besim, s'ka të drejtë njeri që t'ju pengoj dhe t'ju ndaloj. Madje fetarisht, kur prindi nxjerr arsye të tilla si kjo, i lejohet vajzës që kërkoj të bëjë nikah nëpërmjet dikujt tjetër. Pra, nëse prindi nxjerr këtë pengesë, ajo ka drejt t'i kërkoj xhaxhait, t'i kërkoj vllajt vet, t'i kërkoj gjyshit vet. Pra, dikush tjetër në shtëpi, nga familja e babës, nga gjaku i babës, mund bëhet për të kujdestar. Nëse meleku i vdekjes ja përcakton shpirtin, pra i mirë ose i keq personit që po ndron jetë, pse duhet merret prapë në pyetje i vdekurit për të dhënë xhevap? Thot, nëse meleku i vdekjes ja përcakton ka shpirtin të mirë ose të keq atij personi që ndron jetë, pse duhet merret prapë në pyetje i vdekurit për të dhënë xhevap? Kush e tha këtë më vëllai? E përcaktova meleku. Ç'pun ka meleku me njeriu më? Nëse është rob i mirë, vjen një kategori i caktuar me lajkesh. Nëse është rob i keq, vjen një kategori, nuk e cakton me leku, kush është i mirë dhe kush është i keq. Ata e din Allahu. Nëse është i mirë, Zoti thot, jo, nëse është i keq, i thot këtyre të tjerëve. Po mirë, nëse dihet se kush që ka i mirë dhe i keq, pse ka pyetje në varr? Po ka pas është sprova e varrit. Dikush me këto pyetje fiton xhenetin dhe i kthehet varrin kopsh xheneti. Dhe ky tjetër që ishte i keq, bëhen sebeb këto pyetjet që ndeshkohet në varr. Dhe dikush tjetër i bën sebeb këto pyetjet që të vujë ndoshta edhe ca kohë në varr, edhe pastaj i kthehet varri kopsht të xhenetit. Kështu që është problem shumë i madh kur njeriu mundohet me fut mendjen e vet në punën e Zotit. Feja e Zotit nuk mund të gjykohet nga mendja njerëzore, se është prej Allahut. I ka marrë punën e vet ky dhe thot tani po mirë, po pse pyetet prapë në varraj? Po pyesim ty herë. E ku e ke shtëpinë dhe është shok, pyesim të për ca gjëra të tjera se nuk e kena të qarta. Na jep në imen, inshallah. Kam dëgjuar për disa hoxhallarëve, pra hoxhallarëve se tespit ruazat janë bidat në Islam. Jo, lejohen tespit në mendimin më të saktë dietarëve. Në mendimin më të saktë dietarëve nuk ka asnjë lloj problemi. Qofshin këto me kokra me ruaza, qofshin këto elektronikët, qofshin me celular, qofshin me çdo gjë tjetër, e rëndësishme është mos besohet se janë pjesë e adhurimit, mos të madhërohen njerëz që i puthin, i lajnë, të spit kështu, të i bëjnë kështu, ku dëgjon etj.
Kupton, muhabeti pastaj kaloi nga diçka normale në diçka bidat. Atëherë kalon bidat, ama nëse përdoren për tesbih, s'ka asnjë lloj problemi, inshallah taala. Si jemi me kohën? Okej, mirë. Jam një besimtar musliman, alhamdulillah, fal kohët e namazit rregullisht, por kam një problem se mami ka pasur nëpër vende të ashtuquara të shenjta, si varre në përfallxhore kështu me radhë. Dhe u bëna unë sebeb në Allahut që ta largojnë nga kjo humbje e madhe. Allahu shpërbleft vëlla Zotit në roft. Tamni mami është penduar që ka pasur në ato vende dhe vjen me mua çdo xhuman në xhami, mashallah. Pyetja është, a ka falje për mamin tim për ato gjëra që ka bërë më herët? Padyshim që po. O vëllezër, nuk ka punë më të mirë që mund bëjë fëmia në jetën e kësaj bote se sa të bëhet sebeb për udhëzimin e prindit vet. Siç është ky rasti. S'ka paslon teqje, tyrbe, e fallxhore, nga këto muhabetet pa shku, është bërë çuni sebeb, elhamdulillah, e ka shpëtu nga zjarri i xhenemit. Elhamdulillah, mirësia e Allahut, vallahi billah. Me të bëj Zoti fëmin sebeb me të shpëtu nga zjarri i xhenemit është mirësi e madhe. Elhamdulillah. Zoti shpërbleft ty o vëlla që e bë sebeb për nonën tate, dhe Zoti e shpërbleft nonën tate që ka dëgjuar fjalën tate, e thuj nonës mos e vrit mendjen fare për çka ka ndodhur më përpara, se pendimi i fshin gjitha, i pastron, edhe t'i kthen sevap edhe në shpërblim. A ka të drejtë burri me ndal gruan e tij që mos t'i vizitojë prindrit sepse ata nuk janë musliman? Çfarë janë këto njerëz vëlla? Ka akoma kështu njerëzish? Ka akoma kështu njerëzish? Çfarë janë këto vëlla? Nuk i lejohet, vëlla, nuk i lejohet fetarisht me islam. Këta njerëz që abuzojnë në emër të fesë. Mund të kenë këto probleme traumatike, shkollimi, edukimi, dhunë. Kush e di si ka pasur ngërdajak ky për shemb nga prindërit e vet, më përpara, edhe tani e përkthen këtë gjë duke u sjell në këtë formë nga gruaja vet, me gruan e vet, thotë s'ke për shku ke prindët, thotë pse i thotë kjo? Se jo muslimanë janë qafira. Po më çfarë drejtë më? Cili ajet kuranore thotë këtë gjë më vëlla? Cili hadith i pejgamberit thotë këtë gjë? Nga e marrin këta njerëz këtë fe vëlla? Feja nuk ka faj. Pa këta njerëz cilët janë hujgardhi që duhen drejtu. Vetëm namazi i natës ndoshta i bjerën të rrezik këta njerëz. E çfarë problemi ka se nuk janë musliman? Ku është problemi? La yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Nuk ju ndalon Zoti që të silleni mirë me ata që sillen mirë me ju, si ju kanë luftu, si ju kanë vrarë. E jo më kur është vjerri dhe vjera jote, o qyp insan, quhet ky. Njeriu qyp. Po këto prindër që ti ndalon vajzën me shku me i vizitu, janë ata që e kanë bërë këtë gocën. E kanë rrit me djers, me gjak, me mund, kanë pagujt, kanë shpenzu. Edhe vjen ti beu i fshatit sot dhe thuj jo, se janë qafira. Po pse e morët i gocën nga qafirat? Mos u lidhë fare. A është ndryshe që po të shkoj nusja atje e detyrojnë të dali prej feje, e ndalojnë nga namazi, e detyrojnë të pi alkol. Është muhabet tjetër pastaj. Po pa arsye, si asnjë lloj drejte. Dhe a ka të drejtë po në këtë kontekst që burri im të analojë fëmin nga gjyshi dhe gjyshja me arsyen se nuk janë musliman. Absolutisht që jo, si mas islamit flas gjithmonë. S'ka drejt vallaj, për Zotin. Ndoshta këto fëmijët e vegjël, këto muslimanët e vegjël, bëhen sebeb për këta gjyshër e gjyshe që të bëhen ato musliman të udhëzohen islam. Sa di unë raste, vallaj bilaj, që janë bo niprit dhe mbesat, fëmijët e vegjël sebeb për t'i sjellë gjyshit në xhami, për t'u falë Allahut. Ora janë njerëz apo nuk janë njerëz, subhanallah. Nuk e di vallaj. Ndoshta janë, ndoshta.
Kam 14 vjeç që s'kam fëmijë dhe kam sakrifikuar shumë për pa rezultat. Tani disa mjek më kanë dhënë disa ilaçe dhe më kanë rekomanduar të përdor një ilaç me alkol për të lyer barku nga jashtë. Aman më vetëm bëu me fëmijë, nuk ka problem. Lynu, s'ka problem, nuk ka asnjë problemi fetarisht. A lejohet që të falem çdo namaz me zë të lartë që të më ngjojnë fëmijët 5 vjeç që e kam, që të mësojnë dhe ato dhe lejohet, nuk ka problem, mashallah, mashallah. Ky është prind tamam. Prind, to që fëmijët e vegjël ta mësojnë prej tij namazin. Mashallah, shumë mirë. Allahu të shpërblet. Jam një djalë 19 vjeçar dhe kam pasur dyshime të theksuara në besimin tim tek Allahu për një periudhë kohë, madje largova dhe Islamin, megjithatë ngado që hedh syt shoh, këtë më duket të kemi lexuar. Javën e kaluar. E kemi lexuar, ja ta përsërisim. Jam një djalë 19 vjeçar, kohë të fundit kam pasur dyshime të theksuara në besimin tim te Allahu për një periudhë kohë, madje u largova Islamit, megjithatë ngado që hedh syt shoh bekimet pafundme dhe pas një ndodhie të sotme të cilën do ta mbaj private, vendosa t'i kthesha përsëri Islamit. Fal 5 vakte të recitoj Kur'an. Nuk jam ndier kur më mirë dhe pendesa ime është e pafundme. Megjithatë kam një pyetje. A ka ndonjë mënyrë për të parandaluar ndodhi të tilla si humbja e besimit? Po më bu. Kemi bërë këtë pyetje javën e kaluar. E rëndësishme. Ky është o vëllezër një pyetje aq e bukur, aq e mirë, aq e frikshme. Kam besu, kam qenë me namaz, kam qenë me gjitha në një moment, është shujt, çdo gjë, është fik, çdo gjë. Kjo ka 2 arsye madhore. 1, ignoranca. Pra marrja e fesë pa dituri. Të i bëhet gjitha punët e fesë me namaz, me agjërim, me kujdesion e tjerë, dituria 0. Çfarë ndodh në një moment caktuar, ndodhin fenomene të caktuara në jetë që s'ja din komentimin islam se si e kanë. 1. Pa dituria. Gjëja arsyeja e dytë është vetë pëlqimi dhe kënaqësia. Ai duket ky sikur e kupton fen, s'ka nevojë as për hoxhas, për ditë gjitha. Një moment caktum buzën hum, thot populli. Pam, bie. Mund të jetë shoqënia, mund të jenë kënaqësitë, mund të jenë pasionet, ka shumë arsye, por këto unë mendoj këto janë 2 kryesoret. Ignoranca dhe e dyta vetbesimi i madh i njeriu tek vetja e vet, duket sikur s'ka nevojë. Feja është kollaj. Edhe duket sikur e ka kaluar fe atë fazën e zotërimit të fesë dhe tani po shep diçka tjetër. Ku ka diçka tjetër më? Në fe është gjithçka dhe menaxhohet gjithçka. Aty është interpretimi për gjithçka. Po elhamdulillah Zoti i madh, robët e sinqert nuk i lën humbje. Sebebe nga më të ndryshmet, goditje nga më të ndryshmet, sprova nga më të ndryshmet, bëhen sebeb që njeriu t'i çelen syt prap dhe kjo tregon dashurinë e Allahut për robën e tij. Kjo tregon dashurinë e Allahut për robën e tij. Elhamdulillah. Gjyshit e mi dhe prindërit e mi dhe disa të afër nga farefisi kanë ndruar jetë, mirë pas njëri për tyre nuk ka falë namaz, mirë po kanë pas agjëruar Ramazanin. A më lejo që të lutem për ta dhe të bëj sadaka për to? Po, ne kemi thonë këtë vazhdimisht që po, mund të lutesh, mund të japsh sadaka, absolutisht që po, sepse janë musliman, gjunafqarë, se s'kanë falë namazin, ama janë musliman, A lejohet me i falë kohët e namazit të gjitha në një kohë, sepse një shoqja ime i falë mbasi të vinë nga puna dhe thotë që kjo është e lejuar. Kokë, ka koka të mëdha në mesin tonë, njerëz shumë të ditur. Kjo shoqja jote, Allahu zoft, Allahu e falt, që ka xahile e rangut më të lartë të ignorancës, se s'thuhet askund në asnjë libër të Islamit, nuk thuhet që kur ke punë i falë në darkë gjitha. Në asë një libër të Islamit, o vlezën, as ke shijat, nuk thuhet kjo gjë, o vlezën, nuk thuhet askund në Islam, që kur ke punë i bashkom darkët gjitha. Po pse ne tjerë s'kina punë që i falin 5 vakte? Në ra lëkura të falë, të la, të morë gusët 5 herë në ditë, ne jina pa punë?
Çan këto njerëz, çan këto njerëz që nxjerrin fetva, a nuk e kuptojnë këta njerëz që me fol në fenë e Zotit është mëkati më i madh pa dituri? Edhe më keq se shirku është me fol në fenë e Zotit pa dituri, është më keq se sa shirku. Shoqja thot, me i falë ndargët. Ti vejmi çallë më saj shoqës, në dalit në abi fetva. Po. Unë i kam thëtë në gjithë, se këte s'mund të lejmi do. I kam thëtë në gjitur, a thot, am pranohet namazi, agjërimi e zeqati po i herë, edhe agjërimi po, kurse për namaz del, pa namaz, sepse del pa abdes. Thëtë në gjitura, e nxjerrin femrën pa abdes. Dhe kush është pa abdes, është pa namaz. Dhe kush është pa namaz, ka disa dietarë, disa që thonë është qafir. Kupton ti sa rrezikon njeriu me namazin? Kështu që thojt lejni, mos ngjasoni me macet. Lejni thojt. Ose kur t'jeni në kohën e menstruacioneve, vini çfarë doni ju. Po kur është për t'u falë nuk i lejohet femrës muslimane një gjë e tillë, sepse duhet marrë abdes dhe duhet patjetër uji të depërtoj te thoj. Është edhe pyetja e famshme e manikyrit halal. Ta është një manikyr lloj sfëngjeri që e çon ujin, po e çon.